Minatorët e Spaqit në vijim të protestave të tyre u zhvendosën këtë të njëjtë para parlamentit. Ata përsëritën kërkesat për rritje pagash, përmirësim të kushteve të punës dhe rikthimin e 17 kolegëve të larguar nga vendi punës pa të drejtë nga kompania turke. Minatorët shprehen se ndjen të braktisur nga institucionet, ndërsa theksojnë se do të vazhdojnë protestën derisa të kenë një zgjidhje për kërkesat e tyre. Kërkojmë drejtat tona. Minatorët janë të pandalshëm, nuk do të ndalen derisa dalin të drejtat tona. Kërkojmë drejtësi, rikthim të puna se na kanë heqë pa drejtë, përmes greves na kanë heqë për punë 17 veta. Protestës ju bashkuan disa deputetë të opozitës, mes tyre Agron Gjekmarka, Jorida Tabanku, Elda Hoti, Gjingjoni, gjithashtu edhe Erion Braçe, të cilët kërkuan ndërhyrje urgjente të Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Deputetët theksuan se situata minatorëve është pasojë e mungesës së vëmendjes institucionale ndaj këtij sektori. Unë si deputet i qarkut të Lezhës ju mbështes në gjitha kërkesat e paraqitura, të cilat janë kërkesat drejta. Ju siguroj që për sa i përket statusit minatorit që unë e kam dorëzuar si propozim ligjor do i shkoj deri në fund. Për sa i përket protestës minatorëve në Spaq, që jo vetëm unë, po një grup deputetësh e kanë mbështetur, neve do i shkojmë deri në fund. Sot do i kërkoj Ministres Ekonomisë që të pres një përfaqësi të deputetëve dhe do kërkojmë edhe një herë ligjin për statusin e minatorit për t'i mbështetur këtë grup, që është grupi më i persekutuar dhe më pak i vlerësuar. Minimumi pagat tuaja duhet indeksohen me inflacionin. Dhe duhet jetë shkruar në një kontratë kolektive pune që ju duhet të keni me atë që zotron kontratën atje. Se kjo çështje nuk zgjidhet, unë dhe Ministra e Ekonomisë do përballemi në parlament. Minatorët po trajtohen praktikisht si armiq në vendin e tyre. Një biznes turk i mirëpritur për të investuar dhe për të zhvilluar zonën e Shqipëri për fat të keq, po sillet dikur otomanet në tokën e Mirditës që nuk kanë patur një marrëdhënie shumë të mirë me atë zonë. Minatorët e minjerës së Bakrit në Spaq të Mirditës ende nuk kanë arritur të ulen në tavolinë me kompaninë koncesionare Tete Albania për të diskutuar mbi kërkesat e tyre, edhe pse prej 13 tetorit janë në protestë të vazhdueshme.